Orë të nxehta në Partinë Socialiste, ku pritet të konkretizohet lista për kandidatët për deputetët në zgjedhjet e 11 majit. Pas takimeve intensive për 2 ditë rresht me ministra dhe drejtuesit politik të qarqeve, kryesocialisti Edi Rama ju drejtua mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste, ku u bëri të qartë të tijve se me zgjedhjet e ardhme do të ketë një reformim të grupit të Partisë Socialiste. Asnjë deputet, qoftë burr apo grua, që ka fituar qoftë edhe një mandat në siglën e Partisë Socialiste, nuk do të ketë vend në listën e sigurt të socialiste. Pra, i gjithë grupi i Partisë Socialiste do të hidhet në listën e hapur, me qëllimin e vetëm për të maksimalizuar rezultatin, sipas Ramës, për të marrë rezultatin më historik. Nëse ndonjë prej ligjvënësve të Partisë Socialiste ka pakënaqësi për këto ndryshime, brenda radhëve të tyre, Rama u tha se nëse s'duan të garojnë në listë të hapur, t'ia bëjnë me dije drejtuesve politik të qarqeve. Cila do prej jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo punë, shkoj jo punë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste. Të parët. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të ri, dhe plot të reja. Për të garantuar një garë të shëndetshme, kryeministri Rama la të kuptojë se të gjithë drejtuesit politik të qarqeve do të jenë në lista të mbyllura. Edhe pse është përfolur shumë që kryesocialisti do të jetë në listën e hapur të Tiranës, pas arrestimit të Veliajt, vetë Rama thotë se ende nuk e ka marrë një vendim nëse do të futet apo jo në listë. E dyta, diskutimi ka qenë, unë e kam shprehur, hapur. Problemi që më duket se ka argumenti im, është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë, dhe nga ana tjetër nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të garës, të ndeshjes nga ana jonë. Pasi drejtuesit politik do të ishin të fokusuar për të marrë vota për vete dhe me një status më të veçantë do të krijonin pabarazi vetvetiu dhe do të çorientojë gjithë skuadra. Ndërkohë që skuadrat e qarqeve të jenë super kompakte dhe duhet të kenë drejtim politik dhe drejtuesit politik duhet garantojnë që të gjithë deputetët dhe deputetet që janë në garë të kenë një hapësirë të barabartë, sa më të barabartë. Dhe asnjë drejtues politik natyrisht nuk besoj kurrë që mund të futet në diferenca se për këtë antarët e Partisë Socialiste dhe qytetarët. Me këtë skem të re, kryeministri Rama thotë se synohet një transfuzion gjaku në Partinë Socialiste dhe figurat të reja do të garantohen brenda listës së mbyllur. Ta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë për t'i bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet t'jenë aty. Ndërkohë që të tjerët, pikërisht pse kanë qenë aty, duhet t'jenë në fushë. Për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste.
Synimet i ka të qarta, ku thekson se më 11 maj fitoria duhet për të vullosur integrimin e Shqipërisë në BE. 11 maj duhet jetë vula e vullnetit popullor për t'i dhënë mandatin e 4 Partisë Socialiste me një mbështetje si asnjëherë më parë, në mënyrë që ne të mbyllim procesin që të mos kemi asnjë luhatje, asnjë ditë të humbur nëse humbasin muajin ajo dritare mbyllet, tha Rama. Deri në integrimin në BE, Rama thotë se garantja e vetme e reformës në drejtësi është Partia Socialiste. Nuk la pa ironizuar Sali Berishën duke thënë se Këneta kërkon ta shkrisë pak. Ka shumë rëndësi kush qeverisin në Shqipëri për të ardhmen e reformës në drejtësi dhe për të ardhmen e institucioneve drejtësisë. Ne jemi garancia. Të tjerët e kanë thënë me zot lart dhe janë përbetuar do kthejnë mbrapsh reformën në drejtësi dhe do shkrijnë institucionet e reja drejtësisë dhe do neutralizojnë pagun. Ky është një shembull, po mund të marrë edhe plot shembuj të tjerë, po marr këtë që është më i prekshëm për opinionin publik. Kjo mund të bëhet vetëm nga forca që hallet e tyre me drejtësi i kanë më të mëdha se sa lidhjet e tyre me interesin kombëtar dhe me interesin publik. Dhe këto forca janë të shpallura dhe i njeh gjithë Shqipëria dhe i njeh gjithë bota. Nuk ka truk mediatik dhe propagandistik, nuk ka turist që vjen me kush e di çfarë page nga Amerika për të bërë një makjazh trampist të fushatës së atyre forcave që ndryshon këtë thelb. Ky është thelbi i ndarjes si dita me natën apo si nata me ditën mes nesh dhe Kënetës, por ky është dhe thelbi që ndan nëse Shqipëria dhe shqiptarët do ta shfrytëzojnë dritaren e hapur dhe do të bëhen antarë të Bashkimit Evropian duke i mbyllur negociatat në 2027 dhe duke hyrë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade, apo nëse do mbeten si ndonjë shtet tjetër këtu në rajon që e ka të ardhmen komplet paqartë. Ne nuk jemi Bosnjë-Hercegovina. Ne jemi Republika e Shqipërisë dhe ne kemi të gjitha ato që na duhen për ta shfrytzuar këtë dritare. Afati i fundit për dorëzimin e listave për kandidat në KQZ është 12 marsi, ku partitë politike do të duhet të dorëzojnë 46 deputet në listë të mbyllur dhe 140 të tjerë në listë të hapur.